si do reagoni ju si BDI nëse shfuqizohen këto nene të përdorimit të gjuhës shqipe? Unë uroj që të heqin dorë nga ky aktivitet politik, se kjo politik nuk është profesional. Gjykata kushtetuese, sepse kjo do të nënkuptonte kthim para vitit 2001. Kjo do të nënkuptonte. Ndërsa BDI do i shfrytëzoj të gjitha mekanizmat demokratik për t'ja pëmundsoj gjykatës kushtetuese që të ndërhyjnë në mënyrë brutale në rendin juridik kushtetues të vendit. Sepse këtu më konsumohen elementet e veprës penale keqpërdorimit pozitës zyrtare nga këta gjyqtar, të cilët me diktat partijak e etnik ngrisin çështje të cilët janë mbyllura prej kohësh. Do të organizoj protesta, doni të thonë? Po ne organizuam edhe atër protesta, madje organizuam edhe roje 24 orëshe, kur paraprakisht e pam vendimin.